Qysh është realitetin e gjendjes sigurisë në Kosovë sot? Thëmë drejtën, e kam gjithmonë Pak të vështirë. Te kësaj, nuk jena të folë për komunikacion, për polici, për natyrisht. po në aspektin pak më E kam të vështirë të flas gjithnjë publikisht për çështjen e sigurisë kombëtare të mbrojtjes se jam e kujdesshme që mos ndjelli frikë të qytetarët. Ne jemi ende një popull që e mban mend luftën, edhe që kemi përjetu, kemi pas përjetime shumë të rënda, edhe ideja është që me mbajt një dozë të stabilitetit edhe emocional, edhe të besueshmërisë ndaj vendit tonë. Mirë po, fatkeqësisht, niveli i sigurisë kombëtare në vendin tonë kur nuk ka qenë më i ulët, dhe kur siguria kombëtare e vendit tonë nuk ka qenë më e cënueshme.